gishtit Partia Demokratike me kandidatët e pavarur? Atëre, sot është një fatkeqësi e madhe që ne duhet ta pranojmë gjithë që Partia Demokratike nuk ekziston, nuk është më subjekt. Që do të thotë, kjo është një skem e cila e organizoi kryeministri Rama për ta futur vendin në zgjedhje, duke i hequr ca kryetar bashkie, ca duke i premiuar, duke i bërë ministra, disa të tjerë, duke i hequr për arsye të tija personale dhe i ka dhënë mundësinë një opozite e cila nga mëngjesi deri në darkë, thot krimi organizuar, qeveria na ka vjedhur, të tregonte veten duke futur kandidatët e saj me logon e saj dhe duke i fituar këtë zgjedhje. To janë vetëm justifikime që nxjerr Partia Demokratike në mungesë të logos, në mungesë të kandidatit, në mungesë të programit, në mungesë të besimit qytetarëve. Pse ndodh kjo, Marcela? Kjo ndodh pasi leadershipi aktual i Partisë Demokratike nuk ka dhënë akoma një shpjegim dhe nuk ka bërë akoma një analizë të asaj që ndodhi në 11 maj. Dhe si pritet fitoria, çfarë ka ndryshuar nga 11 maj deri tani? Nuk ka ndryshuar absolutisht asgjë. Dhe Rama sot që flasim po bën një politik luksi, që do të thotë ka luksin të shpallë zgjedhjet, ka luksin të fitojë dhe ka luksin dhe të tallet, pasi PD nuk ekziston si subjekt. PD ka marrë fund. Dhe kjo është e dhimbshme. Ka dashur të hyjë në këtë zgjedhje për të mos arkivuar një humbje tjetër, sepse zgjedhjet për hir të së vërtetës, qytetarët i kanë ditur që në prill, Marcela, edhe një opozitë që thotë qeveria e krimit. Tre bashki do ishin pa. Marcela, një opozitë që thotë është qeveria e krimit, një opozitë e cila ka luksin për të fituar. Do thua është Alisja pse e thua? Vetëm me dy faktorë. Kemi kryetarin e bashkisë Erion Velien, i cili aktualisht ndodhet në qeli, kemi dhe të pandehur zëvendës kryeministren. Nuk mjaftonte këto dy arsye që opozita të ngrinte frym, që opozita të kishte kandidat, që opozita të ishte fituese. Prandaj them që Rama ka luksin të bëj sot politikën e luksit. Fiksit e kë libri Atlasi, madje më kujton atë John Galtin, në midis asaj magjike, se cila u manifestonte totalisht midis reales dhe të përtejmes, edhe historia aktuale e zgjedhjeve. Sot njerëzit nuk kanë më motiv të shkojnë të votojnë. Dhe kjo është arsyeja pse pjesëmarrja është e ulët, sepse dihet fituesi. Është ajo ndeshja e futbollit që kur është shitur ndeshja përpara, pa diskutim ti nuk ke emocion më ta shohësh. Edhe absolutisht që individët nuk do shkojnë të votojnë. Dhe kjo është një analizë që Partia Demokratike pa diskutim duhet ta bëjë. Kandidatët e pavarur janë skemat e vjetra tujkut plakt politikës që është Berisha, në të cilën ai nuk do të mbajë sërish përgjegjësinë për humbjen, duke thënë që Partia Demokratike nuk garoi. Për çfarë ekziston një forcë politike? A ekziston për të fituar, për të garuar? Ku është PD-ja sot? Ku është logoja Partisë Demokratike, ku janë individët me intelekt dhe ku është rinia që ta frymëzoi. Do thuash pse po përmend rinin, po e përmend sepse rinia ishte ajo që mungonte më shumë këto votime, sipas dhënave që kam deri tani. Po, do kemi dhe pasqyrën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Maniqi, unë jam kundra epiteteve të tilla, sepse e keqja shqiptarëve sot është Edi Rama dhe shuplak të madhe mori Edi Rama, qena Vlora. Pra në Vlorë 12.8% do thotë që socialistët e bojkotuar. Por ju e dini, sigurisht që ka përgjegjësi dhe Partia që demokracia është 50+1. Më fal pa. Dhe mori shuplak të madhe Partia Socialiste. Sigurisht që këto janë zgjedhje pjesme gjithnjë fiton pushteti, pavarësisht kësaj përqepe është një bojkot i madh. Tani nxori kandidat të pavarur. Për t'i thënë partive aleate me qenë se ishin të ndara, duke filluar nga Lapa, Jagron, Sheja, Merad, për t'i dhënë frymën e bashkëpunimit dhe prandaj nxorën dhe aktorin Binajn, madje sondazhet e nxirrin zotin Binajn më lart se Manasaliu, për shkak se pse nxirrin më lart, duhet të kuptojmë një gjë. Erion Velia në burg, para burgim. E pandehur Belinda Balluku. Pra Partia Socialiste u ça keq në Tiranë. Po t'i vëshre Edi Ramës, të gjithë bashkëpunëtorët e tij, dhe sidomos ata që pretendojnë t'i marrin karrigen, i godit. Fillojmë nga Sajmir Tahiri, të cilin i dha hurdhër si ministër, e gradoi, e çoi te shtëpia e bardh, mbolli Shqipërinë me drogë se i dushin lekët për pushtetin, për blerë një pjesë ndërkombëtarëve, edhe për të manipuluar zgjedhjet, blerë zgjedhjet dhe arrestoi. Më pas e keqja ishte Erion Veliaj, të cilit ja tha publikisht
para disa muaj që i tha që ka një grup urqistu me ish ministrin, me kryetarën e bashkisë, të cilin do të avartut të pema dhe kështu ndodhi, dhe doli një zonjë e hekurt për mua është e vlerësoj të paktën për guximin, Belinda Balluku, e cila i tha Ramës që, përveç epiteteve me varësit e saj, i tha Ramës që unë jam edhe burr. Pra në këtë kontekst, dhe vazhdon të jetë e pandehur, vazhdon e qetë, dhe nuk eqë, më fal pak. Gjitha këto ju duhet ju bërë fitus, e zënë keni të drejtë, ju duhet ishit fitus, duhet ishit lumtur që Rama për ju fut në zgjedhje. Ju duhet i jep një shembull në popullit të një demokracie, demokracia është me garë, është me sfidë, është me votë, ju keni frikë nga këto, në moment që